Ja vendimi çfarë vendosi publiku për Olën. Si reaguan Moza dhe Arbana? Mbrëmja e sotme solli emocione të forta dhe dinamika të shumta, teksa publiku vendosi për fatin e Fabiolës pas sharjes. Votat e shqiptarëve përcaktuan nëse ajo do të vazhdojë rrugëtimin në fermë apo do të largohet përfundimisht nga gara. Në një televotim masiv, vendimi u bë i ditur nga moderatorja Arbana Osmani. Publiku sot ka vendosur që Fabiola duhet të largohet nga ferma VIP. Vendim i drejtë. Unë nuk ja dola të jepja gjën e bukur. Kam bërë gjën e duhur. Faleminderit për votat, tha Ola pas vendimit. Nëse unë u kam dhënë energji negative njerëzve, do zhgënjehesha nëse do më mbani. Dua që nga këtu të dalin figura të pastra e të japin një shembull. Unë nuk e kam bërë, tha Ola. Por çfarë mendojnë fermerët për situatën e krijuar ditën e hënë? Edhe vetë ka kuptuar që ishte një reagim i gabuar. E rëndom përballja me situatën dhe me familjen, deklaroi Soni. Po pres vendimin e publikut dhe nëse qëndron do shoh mundësinë për të folur. Nëse nuk krijohet do e shmang, tha Moza. Ju si mendoni për këtë vendim, a ishte i drejtë apo jo? Komentoni. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.